Zbulohet zona ku do të instalohen trupat shqiptare dhe ato të Kosovës në Gaza sipas planit të miratuar nga Trump në bordin e paqes. Burimet të pamfleti bën të ditur se trupat paqëruajtëse të Shqipërisë do të vendosen në qendër të Gazës, përkatësisht në Deir al-Balah, ndërsa trupat e Kosovës do të vendosen në veri të Gazës në kufi me Izraelin. Sipas marrëveshjes së firmosur në bordin e paqes, 5 vende janë zotuar të dërgojnë trupa në Gaza si pjesë e një force të re ndërkombëtare të stabilizimit. Plani u njoftua gjatë samitit të bordit të paqes së presidentit të SBA-s, Donald Trump, në Washington DC. Vendet që dërgojnë trupa janë Indonezia, Maroku, Kazakistani, Kosova dhe Shqipëria. Egjipti dhe Jordania do të mbështesin misionin duke trajnuar oficer policie palestinez. Forca do të drejtohet nga generali i ushtrisë amerikane Jesper Jeffers, i emëruar komandant i misionit të ardhshëm të stabilizimit të Gazës nga bordi i Trump. Presidenti indonezian Prabowo Subianto deklaroi se vendi i tij është gati të vendosë deri në 8.000 trupa dhe tha se Indonezia dëshiron të ndihmojë që kjo paqe të funksionojë në Gaza. Indonezia ishte ndër vendet e para që dërgon trupa. Zyrtarët në Xhakarta kanë theksuar se roli i tyre do të përqendrohet në detyrat humanitare. Deir al-Balah, zona që është caktuar për të administruar nga trupat ushtarake të Shqipërisë, është një prej territoreve më problematike të hapësirës që është në duart e Hamasit prej vitit 2005. Regjistrimi i fundit është kryer në vitin 2007 dhe janë shënuar 54.000 banor, por mendohet se popullsia është rritur shumë vitet e fundit dhe besohet se i është afruar shifrës 200.000. Deir al-Balah është e njohur për kampin e refugjatëve me të njëjtin emër, të vendosur në bregun e detit, i cili ashtu si edhe ai Khan Younis kanë shërbyer si fidanishtë të ushtarëve të brigadave të armatosura të Hamasit. Ai ndodhet i vendosur në veri të qytetit Khan Younis, përkatësisht vendlidhja e kreut famkeq të organizatës terroriste Yahya Sinwar, i cili u vra nga IDF-ja izraelite në gushtin e vitit 2024. Khan Younis ka qenë qendra politike, logjistike e militare e Hamas, e cila bazat e para të veprimtarisë së saj i ka pasur në Deir al-Balah, ku pritet të vendosen forcat shqiptare. Deri tani kjo zonë ka qenë në drejtimin e famkeqit Ahmad Kurd, kryetar bashkie dhe sheik i xhamisë së qytetit. Kurd vdiq në 2020, por ende nuk dihet kush është shefi i ri i Hamas për zonën, i cili mbahet sekret nga byroja politike e organizatës terroriste. Ndërkaq trupat e Kosovës pritet të vendosen në veri të Gaza City, që ndodhet në kufi me Izraelin. Edhe pse duket si zonë më e qetë, gjithsesi ajo përbën një territor delikat, pasi do të jetë gjithmonë rrukalimi për njerëzit e mallrat, por edhe objektivi i trupave apo agjentëve të Hamas. Në shtatorin famkeq të 2023 ishte pikërisht kjo zonë që u përdor për të sulmuar Izraelin dhe për të kryer masakrat gjykatare të vrasjes së 1200 civilëve dhe marrjen peng të 250 të tjerëve. Megjithatë, Kosova ende nuk e ka ratifikuar në parlament marrëveshjen e bordit të paqes dhe deri tani nuk ka një akt të vullosur për pranimin e dërgimit të trupave. Angazhimi i trupave shqiptare në Gaza nuk është asnjë shëtitje, siç nuk është asnjë akt që mund të merret sipas humorit personal të Edi Ramës. Së paku është një angazhim shumë serioz që ka edhe mjaft rreziqe të papritura. Operacioni mund të vendosë para sfidave të shumëllojshme forcat tona, të cilat do të jenë jo thjesht përballë një popullsie së paku jo miqësore, por përballë një armate terroriste të servitur e të motivuar, që e ka treguar ndër vite që është e pamëshirshme. Pikërisht për këtë angazhimi ynë si në bordin e paqes, por edhe në terren me trupa, së paku duhet të diskutojë me transparencë, me një dinakëri perfide. Edi Rama i hodhi opozitës tymin e vizitës së Ivankës dhe mungesës në Davos, duke i detyruar të votonin në parlament marrëveshjen e bordit të paqes, e cila mori votat e të dy partive kryesore. Juridikisht Edi Rama i lauduar si Ponc Pilati, por askush nuk di në detaje se cili është plani apo koncepti i angazhimit të trupave tona, por edhe skenaret e menaxhimit të situatave të rënda që mund të krijohen.